Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin ton të dashur Monitor TV, për të ndarë ngjarjet më të fundit në fakt që kanë të bëjnë me jetën e artistëve tanë. Do ndalojmë të flasim për Luizin edhe për Kiarën. Luizi dhe Kiara dita ditës kanë ditur dhe din të ndajnë momentet e tyre të bukura, çastet e tyre të bukura, çastet fantastike. Din të ndajnë momentet e dashurisë, din të ndajnë momentet e pasionit, emocionet, por edhe të gjitha shëtitjet që ato të dy bëjnë. Luizi dhe Kiara në Instagram kanë bërë një përmbledhje të videove që janë kënaqur, kanë kaluar momente të bukura në pushim. Një përmbledhje që në fakt na ka emocionuar tepër, ku Kiara duket shumë e lumtur në krah të Luizit, por edhe Luizi duket shumë i lumtur në krah të Kiarës, Do me thënë gjithmonë një mashkull është i bekuar ndaj një femrës që e do, e simpatizon dhe e ka në shpirt. Pushimet e Luizit edhe të Kiarës përpos që kishin atë bukurin që normalisht një çifti të dashuruar në asnjë mënyrë nuk mundesh t'ia marrësh atë energjinë e bukur, atë pozitivitetin e bukur, atë lumturinë që ato të dy transmetojnë, kishte pak edhe dëshpërim nga lajmet e kota, lajmet e reme, titujt gjigant që u munduan ta njollosin edhe një herë, ashtu siç janë munduar disa herë të njollosin imazhin e Luizit, të njollosin vlerën e Luizit edhe njeriun e Luizit. Luizi dukeshte që ishte shumë i lumtur, domethënë kishin kaluar momente të bukura, kishin ikur në natën greke, kishin shijuar pishinën bashkë me lunën, kopshtin zoologjik që në fakt rrethoheshte tek hoteli, domethënë dukeshte që kishin shkuar në një nga resortet më luksoze të Bodrumit dhe kështu që e kishin shijuar pafund pushimin e tyre. Me sa di unë, Kiara dhe Luizi vazhdojnë akoma që të jenë në pushim, domethënë po jetojnë momentin e tyre, po në fakt është e bukur kur shikon një familje që dhuron kaq shumë dashuri dhe jep kaq shumë momente të bukura. Unë mendoj që ne duhet sa më shumë që t'i mbështesim, duhet sa më shumë që t'ju qëndrojmë pranë. Ato kanë nevojë për dashurinë tonë, kanë nevojë për respektin tonë, kanë nevojë për duartrokitjen tonë dhe të dhënurit gjithë të dashurinë, mendoj që e marrin atë se çfarë meritojnë. Domethënë për mendimin tim Luizi dhe Kiara janë ideal në dimensionin e tyre.